Po vëzhgoja këtë trëndafilin këtu dhe më kujtua një përjetimi imi mbi syrin e tretë. Dhe do të shpjegoj se si është syri i tretë, kur është i mbyllur dhe kur është i hapur. Tani, nëse kemi syrin e tretë të mbyllur, është identike si ky sythi i trëndafilit këtu, që është i paqelur. Ka tendencën, por akoma nuk është hapur. Dhe nëse neve na mbetet arsyeja pse neve na mbetet syri i tretë kështu, i mbyllur, është si shkak i djegjeve emocionale. Djegjet emocionale zakonisht janë traumat e fëmijërisë. Traumat e fëmijërisë të pashëruara dhe të papastruara nga qenia jonë, nga trupi, mendja, shpirti dhe emocionet. Dhe në momentin që ne pastrohemi nga ky syth, neve na qelet syri i tretë, na hapet, vjen gradualisht siç është ky trëndafili që ka filluar hapjen e vet dhe është një hapje graduale, petale, identike ndodh dhe me syrin e tretë. Vjen e hapet gradualisht, kështu derisa të hapet dhe të bëhet i madh. Dhe fakti që ne jemi të djegur emocionalisht, se shumë prej nesh mund të jenë akoma, kjo nuk do të thotë se për neve është fundi, që kaluam atë periudhë të vështirë dhe ndihemi të mbyllur. Përkundrazi, arsyeja që ne mund të hapim në çdo kohë të jetës tonë është sepse ne rënjët si trungu i këtij trëndafili, ne kemi rënjët të lidhur me burimin akoma. Kjo do të thotë që ne akoma kemi shanse dhe po jetojmë dhe i kemi të gjitha mundësitë për të hapur syrin e tretë. Sepse rënjët i kemi akoma, që do thotë ne jemi gjallë dhe i kemi, po jetojmë dhe shanset mund të hapim syrin e tretë në çdo kohë dhe në çdo periudhë të jetës tonë. Kjo nuk ka as mosh, nuk njeh as mosh, as kohë, as përkundrazi. Mundësi dhe shanset janë gjithmonë, përderisa vërtet ne emocionalisht mund të jemi të djegur, por trungun e kemi akoma të lidhur me burimin, siç është trëndafili me tokën, dhe ky sythi këtu ka predispozitën nga sot nesër të vazhdoj qeljen në mënyrë të mirëfillt. Sidomos kur uitet, kur ushqehet, kur punohet, e bën qeljen e vet. Dhe edhe ne, nëse jemi kështu të mbyllur nga intuita dhe fillojmë, pastrojmë veten, punojmë me veten, duke i çliruar të gjitha mbetjet nga e shkuara, por dhe nga e ardhmja, se shpesh herë na përfshin edhe ato qëllimet e tona të larta që kemi për të ardhmen dhe harrojmë të përqendrohemi në momentin e tanishëm, dhe momenti i tanishëm është kjo, qelja. Dhe në këtë formë, ne i japim mundësi nga kështu e mbyllur, duke u punuar me veten, fillojmë dhe hapemi si trëndafili. Dhe kjo është një mrekulli që Zoti na e ka dhënë. Pra ne e kemi shansin në çdo kohë të jetës tonë të ndriçohemi ose të përndritemi me këtë pamje të mrekullueshme, dhe nga ky trëndafil që po qel, janë këto tjerët këtu që tashmë janë hapur, edhe pse ka rashi, ka vyshkur pak, janë totalisht të hapur. Ja, kështu qelet edhe syri i tretë jonë, ja mbushet plot. Dhe vetëm prodhon. Dhe kur hapet, kështu, mundësia është që ky trëndafil të ushqej shumë bletë që të prodhojnë mjalt për neve. Kështu dhe ne kur hapim intuiten plotësisht, ne bëhemi një ushqim për të tjerët, duke i ndihmuar që dhe ata të prodhojnë ëmbëlsinë dhe më të mirë në jetën e vet dhe në të përbashkëtën tonë, se ne asaj dukemi të ndarë, jemi të lidhur. Prandaj, një mrekulli, ju përshëndes me këto pamje, se është një mrekulli. Natyra na mëson. Natyra na mëson të vërtetën tonë. Dhe nuk ka shkollë as fakultet në botë që mund të na mësoj siç na mëson natyra. Ju përshëndes me këtë pamje të mrekullueshme.